Qysh është ditë sotit me qenë non? Mjaft është vështirë. Se nana jeton vetëm për fëmijët e vet. Nana është shtylla e familjes, është baza. Nana kujdeset për fëmijë, për edukimin, për gjithat. Edhe për burrin. Zoti 1, nana 2. Është hyjnore. Një nanë do të jetë e thjeshtë, e urtë, e kujdesshme. Megjithëse secila nani ka këto vlera. Për nga po na vjen? Pes. Nga peja bukur. Taman has pejone je. Unë di që pejonët ko qa vlerësohen në Kosovë. Vlerësohen shumë. Sa krenoni që jeni pejone? Urna? Sa krenoni që jeni pejone? Se ishtë da që si të gjitha qytetarët e Kosovës, jemi të njëjtë. Pa mërë parasysh për e cilit vend vim. Sa mirë, sa modesti je. A më tërgoni, a je non? Po, Sa fëmijë keni pan? 3 fëmijë kam. Mashallah. Vajzat jem? 2 vajza, 1 djalë. Joni në pas ke par hasret. Po, që durati ko ble. A durat, që i ki ble? Që i ble të? Trenerka. A trenerka. Ndokët, e pas këtë las tonë, kështu pëdoj ke pak ma shumë, a? Po, A shumë se vajzat pak, a? ja, tamam, krejt njëjtë, po. No, na zdallon. Është i vogli. A është ma i vogli? Po, ma i vogli. A i martu më është? Jo, Halo. Halo s'ku ke bo vjerë. jo. Shumë shpejt inshallah. Faleminderit. Qysh është ditë sotit me qenë non? A shtirë? Po, mjaft është vështirë. Se nana jeton vetëm për fëmijët e vet. Vetëm për fëmijët vetë. A përshë që dashuri pa kushte vetëm nona është. Sa rëndësishme është nona sot, në ditën e sotme për fëmijë. Si e përshkruan këtë fjalë? Nana është shtylla e familjes. Është baza. Nana kujdeset për fëmijë, për edukimin, për gjithat. Edhe për burrin. Do të thonë është shtylla e familjes. Edhe për shoqëri. Sa po respektohet sot një nonë? Unë mendoj që mirë. Në përgjithësi kam fjalë. Jo të gjitha Urraj të kujdesen ma shumë për nana. Se ja vlen. Nuk zavendësohet me asgjë. Cila është fjala më shejt që ekziston? Por na e kemi populli, Zoti 1, nana 2. Është hyjnore, nana është hyjnore. A përshkruaj një nonë e suksesshme si duhet me qenë, e kompletuar dhe e suksesshme me qenë një nonë. Një nanë do të jetë e thjeshtë, e urtë, e kujdesshme, me pas empati, empatike, megjithëse secila nani ka këto vlera. A ndërmend cilat këshilla fëmijëve ju gjatë rritjes sa keni dhënë për jetë sot, që sot i kanë marrë si mësime për tje. Është një recetë shumë e vështirë për edukimin e fëmijëve. Nuk ka receta. Po duhet nanat jenë ma të kujdesshme, të kenë kohë ma shumë me fëmijë, kujdesen për fëmijë dhe ajo ndikon. Në fund, që një nonë e fort, një mesazh gjitha grave, gjitha nonave më ja dhon, një këshill që kemi thonë. Ju kisha thonë nanave, prioritare në jetën janë vetëm fëmijët. Kujdesuni sa ma shumë me fëmijët dhe kaloni kohë sa ma shumë me fëmijët. Ata arritin aq shpejt sa që kemi kujdes edhe për veten mandej. Shumë kënaqësi me një grua shumë të zonë bisedoj, por e më të mirat në jetë. Faleminderit, gjithë të mirat edhe për ju. Faleminderit shumë për kohën, kalofshi mirë.